Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur tenderin për ndërtimin e rrugëve lidhëse të tunelit të Llogaras, ashtu sikurse ishte paralajmëruar pak ditë më parë edhe nga televizioni Skan. Ndërtimi i rrugëve lidhëse në tunelin e Llogaras do të kushtoj 5.1 milion euro, sipas kontratës së shpallur në Agjencinë e Prokurimit Publik. Për të gjitha subjektet e interesuara që do të aplikojnë, afati në dispozicion është më shumë se një muaj dhe data e mbylljes së aplikimeve është përcaktuar 28 prilli 2025. Ndërsa kontrata parashikohet të jetë 10 muaj. Tuneli i Llogaras u hap për kalimin e automjeteve përgjatë sezonit veror të vitit të kaluar, ndërkohë që në muajin tetor u mbyll sërish për të përmbyllur punimet edhe në tunelin e emergjencës. Dorëzimi final i kësaj vepre infrastrukturore parashikohet të bëhet përgjatë këtij viti, teksa kalimi përgjatë tij do të jetë me pagesë. Gjithsesi deri më tani nuk është bërë ende me dije se sa do të jetë tarifa që do të aplikohet. Ndërtimi i tunelit të Llogaras nisi në nëntor të vitit 2021 përmes një kontrate me vlerë 17 miliard lek. Ai ka një gjatësi prej 6 kilometër dhe përbëhet nga tuneli kryesor dhe ai i emergjencës. Ai është pjesë e seksionit rrugor Orikum-Himar dhe fillon 500 metër në veri perëndim të urës së Shënelizës në segmentin rrugor Dukat-Llogara dhe përfundon 1.3 kilometër në perëndim të urës së Palasës, duke evituar tërësisht qafën e Llogaras. Kalimi përmes tunelit shkurton kohën e aksesimit të jugut të vendit me rreth 45 minuta.